Si në mbarvendin edhe maturantët Gjirokastrit startuan sot sezonin e provimeve, të rinj nga shkollat e bashkive Gjirokastër dhe Libohov u grupuan në 3 qendra administrimi, 2 të vendosura pranë gjimnazit Asim Zeneli dhe 1 në shkollën nëntëvjeçare Koto Hoxhi. Sot për 2 orë e 30 minuta ata zhvilluan testin në gjuhën e huaj, të cilin e vlerësuan të nivelit mesatar. Relativisht i lehtë, sipas niveleve të ndarë, edhe e gjeta veten në nivelin tim. Që shumë i lehtë, të gjithë mbanim një qetësi në veten tonë, edhe çdo gjë si për mrekulli. Testi ishte shumë i thjeshtë për mendimin tim. Që i lehtë, asaj sa bën, nuk qet ndonjë vështirë. I bëm të gjitha. Me ankth pak, por që okej. Mjaft i lehtë, jo shumë i vështirë. Por që okej. Do se të shkoj me sukses. Cilën gjuhë dhe? Anglishten. Ishte okej, testi për mua ishte i thjeshtë, unë kisha italishten, për mua ishte mirë, shumë i thjeshtë. Pavarësisht kësaj, pati edhe pika ku ata u vendosën në vështirësi. Patë më shumë tek eseja. Tek pjesa e eseve. Për shembull, ngeca pak të disa alternativa. Në këtë provim morën pjesë 301 maturant, 3 prej të cilëve me aftësi ndryshe që ju nënshtruan testeve të personalizuara.